Mirë mbrëma, sot kam vërtet kënaqësi që të kem një të ftuar të veçantë në podcastin ton. Bëhet fjalë për shkrimtarin, studiuesin dhe një nga intelektualet më të rëndësishëm të Shqipërisë bashkëkohore, Behar Gjokën. Bashkë me zotin Gjoka do të flasim për letërsinë në tërësi, letërsinë shqipe, po edhe element tjerë të jetës kulturore dhe shoqërore në Shqipëri. Mirë se erdhët në podcastin ton. Mirë se u gjeta. Unë ju kam lexuar disa prej artikujve tuaj, po njëkohësisht edhe kam dëgjuar intervistat tuaja. Dhe më duhet ju përgëzoj në radh parë për elokuencën. Dhe duke nisur nga elokuenca, do donim që të jep një përkufizim nistor të letërsisë. Ju jeni edhe shkrues i letërsisë, edhe studiues i letërsisë, kështu kush më mirë se ju mund ta jap këtë përkufizim. Unë para se të vija këtu, thash do përgatitem pak edhe ju ktheva një teksti të Terry Eagletonit që është përkthyer në shqip për ç'është letërsia, edhe më tërhoqi vëmendjen një përkufizim nga Roman Jakobsoni, që e konsideron letërsinë si dhunë të organizuar ndaj gjuhës zakonshme. Sigurisht që ka diçka metaforike prej saj, kështu që do doja ju t'ua bëja këtë pyetje sa të thjesht për mua që e bëj, po ndoshta jo aq të thjesht për t'ju përgjigjur. Ç'është letërsia? Them drejtën, në një kuptim të metodikës së prezantuar deri tani, letërsia arti i fjalës, por kjo nuk thot shumë çka. Sepse fjala gjezdis edhe diku tjetër, gjezdis në jetën shoqërore, politike, kështu me radhë. Letërsia për mua është arratisje. Për ku? Për të shpirti, për të tjetri. Letërsia është, do të thosha në një kuptim, adheu i vetë mjaftueshëm individual dhe shoqëror. Them individual sepse me të drejtë në këto çfarë unë kam shfletuar, një libër ka dy dimensione, është libër i shkrimtarit, i studiuesit, i kritikut, por dhe libër i lexuesit. Dhe kjo gjendje, do të thosha në shumë fare, është një realitet që për mua është i papërkufizueshëm. Pse them kështu? Sepse çdo tekst e sugjeron se çfarë është letërsia. Çdo tekst nuk është se mbyll përgjigjen se çfarë është letërsia. Letërsia në fund fare është diçka që ka të bëjë, do të thosha, me takimin e shpirtit, me takimin e tjetrit, me projektimin e një të nesërmje që ne nuk e dim se si do të vi. Por letërsia shpesh e merr përsipër, e thot, a arrim apo jo, atje ky është problem tjetër. Dhe në këtë kuptim unë do të thoja që çfarë është thënë nga teoria letrare është pak a shumë si metodik, ndërsa çfarë përjetohet është gjë tjetër. Sepse janë të tre faktorët shumë thelbësor, qoftë autori, qoftë teksti, qoftë lexuesi. Marrëdhënia me autorin deri në shekulli XIX ishte marrëdhënie unike, ishte autori në qendër, sipas francezëve, sipas Hipolitenit e me radhë, ishte ai qendra e botës. Ndërsa me Roland Barthes, autori spostohet, ai propozon atë që quhet vdekje metaforike e autorit, dhe është teksti. Kritika, do të thosh, e fund shekullit të 20 dhe shekulli 21 prezanton një situatë krejt tjetër, është lexuesi. Midis tre faktorëve, unë do të thoja është teksti, thelbësori. Pse është teksti? Teksti e kalon autorin, teksti kalon lexuesin, teksti kalon nga koha në hapësirë etj dhe shtekton gjithmonë për të tjetri jo thjesht si metaforë, si një realitet. Dhe në të kuptim, unë do të thoja që më tepër se marrëveshje, më tepër se përkufizim, letërsia është një ftesë për të shkuar në një realitet tjetër, i cili është i vetë mjaftueshëm për autorin, sepse është në të vetmin e mrekullishme herë prej ferri. Për lexuesin është një arratisje për të vetja, por në parajs, sepse ajo çfarë ka vujt autori tani vjen si, do të thosha, si shenjë estetike, si shenjë artistike, kështu me radhë. Tani si njeri relativisht i paditur në çështjet teorisë letrare, unë do bëj ca pyetje që mbasi janë komplet gabuar, por gjithsesi do guxoj t'i bëj. Kemi autorin, siç thatë ju, kemi tekstin, kemi lexuesin, mund të themi kemi edhe shkrimtarët e tjerë lexues, për të themi lexuesin e profesionist, kemi studiuesin e letërsisë. Ju thatë që teksti ka përparësi ndaj këtyre, që do të thotë se teksti ka një strukturë apo një mesazh që e te i kalon një farë kuptimi dhe autorin, se unë mbaj mend për shembull që në fëmijërinë time mësuesja na jep përpara
pasazh shkurt dhe thoshe çfarë ka dashur thot autori. Me diçka të tillë që jo detyrimisht lexuesi ja qëllon dhe mbasi nuk është asgjë më e rëndësishme ajo që ka dashur thot autori. Kjo është pyetja më e bukur e bërë dikur, por në fakt është mediokre. Sepse çdo libër, nëse do të kërkojmë çka ka dashur thot autori, ka raste që e gjejmë autorin, po Shakespeare-in ku ta marrim? T'ja bëjmë të pyetje. Problemi është që marrëdhënia me letërsinë tashmë është krejt ndryshe. Çfarë na shkakton në një tekst si lexues? Domethënë dhe këtu fillon ai që quhet proces i bashkëpunimit. Pra, pa qenë bashkëpunues nuk e zbulon dot një tekst. Dhe këtu kur flas në këtë kuptim un kam parasysh jo lexuesin e zakonshëm i cili mrekullohet nga një libër por nuk jep përgjigje sepse ka për detyrë. Një lexues do thosha i specializuar në lexim, pavarësisht llojit të librave, herë hy në marrëdhënie edhe te pseja. Ndërsa një lexues profesionist do duhet kur thot një libër i bukur apo i vlerë, do duhet të argumentojë pse. Gjithmonë pse sipas asaj që mendon ai, jo përgjigjen e fundit, sepse unë mendoj që nuk ka një libër që t'i thot të gjitha, sepse do duhet të hiqnim dorë nga letërsia pastaj apo nga leximi. Dhe në këtë kuptim mbetemi gjithmonë në atë situatën që teksti është aty. Dhe madje unë shpesh them habiten mbilës këta me cilët bisedoj. Letërsia nuk shpjegohet, them. Por zbulohet në lexim dhe në rilexim. Pra, ta marrësh kaq lehtë sikur ti po zbërthen një recetë kuzhine apo një recetë farmacie nuk është e mundur. Me letërsi ndodh një situatë që e lexon sot të pëlqen shumë, e lexon mas sa kohësh, pëlqen më pak, e lexon mas sa kohësh dhe nuk pëlqen fare. Pra ç'do të thotë? Janë vatrat të cilat janë në tekst, por dhe janë dhe vatrat e vetëdijes të zbulimit të tekstit, të pëlqimit apo mos pëlqimit, të pranimit apo të mos pranimit të asaj që sugjeron autori, dhe në këtë kuptim unë do të thoja që është një proces zbulues. Madje Italo Calvino ka formuluar një mrekulli sa i përket aktit të rileximit. Rileximi thotë është një proces i cili ne zbulojmë edhe një herë tjetër veprën. Sepse në leximin e parë ne nuk kemi arrit të kapim do thosha gjithçka tjetër, por në këtë kuptim ka një situatë që të them drejtën, unë e kam përsërit, po ndoshta është nevoja ta risjellim në vëmendje. Unamuno është një nga njohësit më të mirë të Don Kishotit. Dhe ai sugjeron 3 lexime të Don Kishotit. Leximi në moshë të re dhe të gajasësh, të shkrihesh, të tallesh me Don Kishotin. Leximin në moshë mesatare dhe të vihesh në mendime. Dhe leximin në një moshë tjetër dhe të qash me fatin e Don Kishotit. Shikoni pra sa vatra të shtrira në kohë mbart një tekst i cili kur e shikon kështu në atë germëzimin, në ato shkronjat, në ato vargjet, në ato rrjeshtat, të duket sikur po komunikon me diçka, por në fakt aty është shpirti, aty është mendimi, aty është e djeshmja, aty është e sotmja, aty është e nesërmja, por varet gjithmonë nga disponimi me cilën ti ndalesh dhe e rimëshiron, sepse në fakt për mua leximi është një lloj rimëshirimi, një rimëshirim vetmitar. Dhe në këtë kuptim hy në marrëdhënie në thellësitë e asaj që ka vatra letrare, vatra shkencore, pse jo, vatra filozofike. Pra, gjithmonë unë mendoj që një lexues vetëm i librit letrar është në fatin e mirë sepse e lexon për kënaqësi. Ndërsa një lexues që kërkon më përtej kësaj shenje, më përtej kësaj kënaqësie, unë do të thoja, do duhet të paktën edhe një akt rileximi, sepse vetëm ai na konfirmon sa kemi zbuluar, sa kemi gabuar dhe sa nuk e kemi vënë re nga një tekst i caktuar. Ju thash, para se të vija këtu, mendova të përgatitem pak, edhe më ra ndorë dhe një libër tjetër, një studius i materialist francez para disa dekadave, Pierre Macheret, i cili e konsideron letërsinë si formë prodhimi. E vëm ndryshim këtë, le themi, letërsinë si krijim të plot.
Mirë, po, nuk dua sigurisht të mbetem këtu, po ai thotë se lënda e parë e shkrimtarëve ose një pjesë e lëndës parë mbi cilën shkrimtari punon janë dhe shkrimtarët apo librat e shkuarës. Dhe pyetja që dohet t'ju bëj ishte kjo. A janë shkrimtarët, ndoshta lexuesit më të mirë të shkrimtarëve të tjerë? Edhe në kuptimin sepse që aty mbase marrin burime, frymëzimi, stile të shkruarit. Do themi një metaforë për humor pak, vere që kur bëhen promovime, në marrëdhënie të hapur është kryevepër thonë. Sa po mbaron promovimi avasisht e libër kjo. Por në fakt një shkrimtar që nuk është lexues, unë do të thoja që ndoshta jep drejtën vetes që çdo gjë që krijon është kryevepër. Në ndërkohë që unë mendoj që kryeveprat jo se janë mbaruar, po janë shkruar kaq shumë kryevepra në kuptimin që ka një model për secilën nga gjinit, për secilën nga zhanër, për secilën nga llojet, një model që ndoshta edhe na e pamundson për të menduar se ka një kryevepër. Por mendoj që nuk jemi në atë marrëdhënien e bashkësisë, jemi në marrëdhënien e individualitetit si krijues. Krijuesi ka individualitetin e vet. Krijuesi madje ka një dialog fantastik të zhvilluar mes Petromarkos dhe Migjenit në vitet 30. Petromarko i thot Migjenit, thot ti shkruan thot errët, shkruan si hermetik, je i pakuptueshëm. Dhe Migjeni i thot, unë shkruaj atë që mendoj. Dhe nuk shkruaj se si e marrin të tjerët. Dhe jemi, do thosha, në dy dimensione. Të jesh i kuptueshëm është normale në letërsi, por dhe të jesh i ndërlikuar prapë është normale. Pra janë dy përvoja, dy modele, mbase dy mendësi që na çojnë te njëjti shtek por nëpërmjet rrugëve të ndryshme. Dhe në të kuptim, unë do të thoja që jemi në një moment që gati jemi në lexim shumë sipërfaqësor. Jemi në lexim klanor, le të themi, ndodh që jemi një grup miqësor dhe bëjmë kështu qoka për një tjetrin i madhërishëm e tjerë, sepse shpesh them drejtën unë hedh në një mendim që ne kemi poet për nuk kemi poezi. Që ne kemi gjeni në prozë për nuk kemi prozë. Dhe kjo është se unë nuk dua të vë në dyshim ekzistencën. Por të shkruash dy poezi dhe të thuash vetes poet është pak e frikshme, se të rim për mua poet është Lazgushi, e tjerë, mund të themi dhe emrat të tjerë, por poet është pak a shumë sikur ka zbrit diçka nga lart dhe është e shenjtë. Ndonë se prodhimi që bën e ka dhe dimensionin, po jo të mallit, po të një realiteti specifik, le të themi, të një realiteti që adresohet te shpirti, pra ka dal nga shpirti dhe ndahet. Është si të ndash bisedën me dikë. Shkrimtari artikulon pikërisht atë situatë që ne e ndajmë për ditë me njëri tjetrin, por ai e ndan në një situatë tjetër. Ka parë një ëndër, e cila mund të jetë dhe mashtruese, e cila dhe mund mos realizohet, por ai ka kurajon, ka guximin, ka dëshirën ta ndajë. Dhe në momentin e ndarjes u pëlqyer apo nuk u pëlqyer, ky është krejt problem i diskutueshëm, është një realitet do të thosha që na çon te situata që u mbyll qarku, e lexoj qoftë një lexues, por procesi i pranimit, i mos pranimit është krejt i hapur, është krejt i pafundëm, le të themi. Është si tu thosh drejt qiellit me idenë se do ka pafundsinë, është pak e vështirë, madje e pamundur. Prap një pyetje naive, por mbase mund të shkojmë edhe një çik për te naivitetit. Çfarë bën një shkrimtar të madh? Për te themi konsensusin mbase të komunitetit të shkrimtarëve apo të studiuesve. Dhe këtu flas për historinë e letërsisë, edhe botërore, jo vetëm shqiptare. Sepse bie dakord me ju që shpeshherë inflacionohet ky term, domethënë. Se madhështia ka vërtetë është diçka e rrallë, do të thuash për çdo të dytin që është i madh. Shikoni, unë nuk e përdor atë term, nuk e përdor për një arsye shumë thjeshtë. Ti thuash poet dikuj i madh është e tepërt, sepse vën dyshim pjesën e parë. Ti thuash shkrimtar i madh, unë mendoj që jemi në një situatë që komunikojmë më shumë me mitin se sa me realitetin e teksteve.
Për shembull, një romani nuk I thua dot as I madh as I vogël. Është një fakt letrar, tekstologjik. Megjithatë, ne vim, do thosha nga një periudhë që do duhej të ishte I angazhuar shkrimtari. Do duhej të bënte më përtej se sa letërsi. Ne vim nga një kohë e letërsisë hershme shqipe, të cilët spari duhet na bënin me gjuhë shkruar. Ne vim nga një periudhë e letërsisë romantike, do të thosha të rilindjes kombëtare që duhet na bënin me komp se na kishte humbur gjatë rrugës. Ne vim nga një periudhë kur do të thosha shkrimtarit ju kërkua dhe të bëjë njeriu e ri. Të gjitha këto detyra në thojza, në fakt kanë pamundësu që të kemi vetëm estetik, vetëm art, vetëm formë, ndonse unë mendoj që edhe ajo vetëm forma prapë ka formën, do të thosha, e mungesës etj. Dhe në këtë kuptim mendoj që jemi te një situatë që çdo përgjigje do të ketë problematikën e vet. Çdo analizë do të jetë pa plot, por në fund fare, në qoftë se ne do të përqasemi, unë të them drejtën, unë shpesh them, Shakespeare I ka thonë gjitha. Dhe është shumë e kurajshme të shkruash. Por problemi është Shakespeare ka shkruajtur për ne, por Shakespeare nuk mund të dëshmojë ekzistencën tonë. Pra nohet të shkruhet letërsi, thjesht të dëshmosh se ka ekzistuar. Ka ekzistuar si shpirt, ka ekzistuar si kërkesë, si qasje etj. Pra, nuk është se është mbyllur shtegu, se është I pambyllshëm. Niveli është tjetër gjë. Niveli është, do të thosha, është si të mendosh për shembull për një moment që të ribëhen piramidat e Egjiptit. Është gjëja, do të thosha, është e kurajshme të marrësh përsipër, të bësh atë që është kaq e mrekullueshme dhe kaq e magjishme kështu me radhë. Pra termat I madh, unë mendoj që lejnë në hije poetin, lejnë në hije shkrimtarin, lejnë në hije edhe lexuesin profesionist në këtë rast, pra kur nuk e di, në botë për shembull nuk e përdorin ata kur doktor, profesor, akademik, ato emrin. Pse? Ti nuk je doktor, profesor për secilën temë. Ti je për një temë caktuar. Pra të temë, dakord, pra që ke mbrojt doktoraturën. Ti je njëri nga lexuesit, profesionist, po, por nuk është se është kaluar në atë që quhet filter I të pranuarit të këtij mendimi si sugjerim, do thosha, krejt shkencor. Është një lexim subjektiv I objektivizuar mbas teorisë, por nuk është mbyllje, sepse kam gjithmonë një droj kur përdor temën mendje mbyllësi. Pse ne jemi në mendje mbyllësi? Ne jemi sepse as nuk e dëgjojmë njëri tjetrin, as nuk komunikojmë me njëri tjetrin. Është një komunikim, do të thosha, në një situatë gati, do të thosha, kozmike, duket sikur jemi në planetet ndryshme. Në ndërkohë, kemi të njëjtin fat, por jetojmë në universe, në planete krejt të ndryshme, në kuptimin që gjuha na përbashkëson, ideali që të ndajmë ëndrat tona me lexuesin, na përbashkëson, por çdo unitet do të prishte tek e fundit magjinë e letërsisë, por çdo mungesë uniteti do të prishte raportin njerëzor. Do thonë, të ndash shkrimtarët I madh, I vogël, I shkurtër, I gjatë, I holl, I trash, është mendoj që është e panevojshme. Edhe do të them një detaj. Kisha bërë një tekst për Kadaren në 2008, Kadare I rilexuar, edhe një gazetar më thotë I madh I Kadare etj. Thash, nuk e kam matur. Unë e kam lexuar. Do thotë, jemi në një situatë të një marrëdhënie ku njeriu zbërthehet si biografi dhe është histori e shkruar, teksti është një realitet krejt tjetër, në të cilën unë do të thoja, unë marr përsipër të jap një përgjigje në atë moment që e lexova. Nesër ndoshta mund të kem një mendim tjetër. Është ajo që quhet jo se ndryshova, por njohja, kontakti, përvoja bën që herë ti të vish të disa përfundime që duken shumë larg, por në fakt janë thjesht vatra që zbulohen në momentet caktuara. Qëllimi im për të përdorur epitetin I madh ishte I disafisht. E para, edhe në kuptimin më të thjesht fjalës,
si mund ta dallojmë në Homerin nga një shkrimtar që shkruar një bestseller dhe shitet vetëm nëpër aeroport. Në këtë kuptim, duhet ta veçojmë, besoj unë. Kam përshtypjen që një shkrimtar, le ta quajmë i rëndësishëm, shumë i rëndësishëm, është ai vepra e cilit nuk mund të mos merret në konsiderat përtej kohës së vet. Pra e kalon kohën e vet, ndonse çdo shkrimtar është pjesërisht dhe produkt i kohës vet, është njeri, është qenie sociale. Edhe le thua mbase lë edhe pasardhësit e tij, kuptimin e mënyrës së shkruarit. Besim kam qef edhe një thënie mos gaboj të Borgesit kur i referohej Kafkës, që thoshte çdo shkrimtar para Kafkës ka paracaktuar pasardhësit e vet, ndërkohë që Kafka ka paracaktuar pararencit e tij, pra na ndihmon të kuptojmë ata që kanë jetuar dhe shkruar para Kafkës. Në këtë sens dua të kuptoj diçka më shumë për këta që mund të quajmë figura madhore të letërsisë, që në një farë sensi i tejkalojnë edhe kushtet e kohës së tyre. Ne ende e lexojmë Homerin sot, edhe Marksi e bënte pyetjen në shekullin 19. Pse na pëlqen ende Homeri, megjithëse kanë kaluar 700 vjet nga koha kur ka shkruar. Më ktheve pak vëmendjen te Borgesi. Borgesi, përveç se ishte mjeshtër i teksteve të veta, ai sugjeron një situatë që çdo libër është shkruar dhe do të shkruhet. Do thotë që është një proces. Do thotë kemi të bëjmë me një marrëdhënie që kalon nga njëra kohë në tjetrën, nga njëri brez në tjetrën, nga njëra hemisfer në tjetrën, dhe në të gjitha këto momente nuk ndodh asgjë tjetër vetëm se zbulohen gjëra që nuk i vumre. Tani përcaktimi i figurave. Ky është një proces që shkolla e ka për detyrë të bëjë klasifikime. Akademizmi e ka për detyrë të bëjë klasifikime. Po her pas here unë do të doja që ndaj këtyre klasifikimeve të kishte një reflektim, kishte një verifikim, kishte edhe një kritik. Kujtoj një moment që ishte një situatë me Molierin, nuk e pranuan e tjerë, dhe çfarë ndodhi? Kur e kërkonin, nuk pranonte ai. Do thotë, nuk do të duhen hartuar figurat të ngrira. Pse? Se letërsia është si një shpirt. Letërsia lëviz. Letërsia, duke qenë shpirt, edhe kur s'është autori, është aty. Na fton, na pret, gjithmonë ka kohë letërsia për lexuesin. Lexuesi ka nxitimet e veta etj. Dhe nëse në raport me letërsinë do thosha e huaj, gjërat janë klasifikuar sepse ata i kanë kaluar këto debatet. Për shembull, të vesh në diskutim Homerin, Iliadën, Odisen, të vesh në diskutim Shakespearein, Eskilin, të vesh në diskutim do thosha mjeshtra si Hugo, si Goethe, është do thosha një guxim. Mirë, po problemi është se ne me letërsinë shqipe kemi dy qëndrime, që unë vazhdimisht më shqetëson pak. Ose e nihilojmë, pra e pranojmë gati hapur, që nuk ka vlerë, ose shpesh e prezantojmë sikur është letërsi shekullore, matane etj. Jo, letërsia është fat i gjuhës dhe i kombit. Si fat i tillë, ajo ka kontekstin kur lindet, kontekstin kur mbijeton dhe kontekstin kur zbulohet si lexim. Dhe në këtë rast, unë do të thoja që të hynim në atë përqasjen mes letërsisë shqipe dhe letërsisë huaj do ishte panevojshme. Në ç'kuptim? Po krahasojmë elemente të cilat janë relative sepse secila ju ka fatin e vet. Dhe për një moment, nëse ne do të kërkonim, do thosha situatën që një letërsi që ka çmim Nobel është e madhe, nuk mjafton. Sa aty jemi në një letërsi që është bërë një përzgjedhje. Letërsia duhet njohur në të gjitha dimensionet. Dhe unë përpoqja të shpjegoj një moment që ne shumë kohë, për shumë shekuj, letërsia ka bërë detyrën e institucioneve, sepse ka një moment shpesh mendoj, kur s'kishim institucione, individualitetet e bën historinë e letërsisë. Tani që kemi institucione, nuk dihet se ku bie shtëpia e historisë së letërsisë. Gjithmonë është e diskutueshme kjo që po them, por do të thoja që ajo çfarë bënte pasioni dikur, tani nuk e plotson dot detyra. Ajo që paguhet etj.
Pse se gjithmonë me letërsinë, me kulturën, me artin, me pikturën, me muzikën, jemi në marrëdhënie të brisht. Është artisti është si qelçi. Do thonë nuk e dim se çfarë thyen. Nuk e dim se çfarë mposht. Ai mund të mposhtë edhe për arsye krejt personale. Por nuk kemi në marrëdhënie kaq të zakonshme si me pjesën tjetër. Shkrimtari mund të jetë edhe pa bukë, por krijon. Mund të jetë edhe pa ujë, por krijon. Mund të ketë të gjitha dhe nuk krijon asgjë. Pra, specifiteti do të thosha i të qenit shkrimtar, i të qenit artist, duhet parë jo në nevojën që ka secila kohë, por në nevojën që ka ekzistenca e letërsisë, ekzistenca e artit, ekzistenca, nuk e di, më dëshpëron fakti që ne bëjmë sikur kemi teatr, nuk kemi teatr. Dhe mendo për një moment një shoqëri pa teatr. Pse se teatri të jep shansit të ngjitesh në skenë dhe të shohësh vetveten, të shohësh këtë moment. Dhe në këtë kuptim ne gjithmonë jemi në atë kërkimin çfarë është kjo, çfarë është ajo, por pa e vrarë mendjen se çfarë ndodh kur ndërhyjm artificialisht. Kur ndërhyjm në forma të cilat lëndojnë, prekin, thyen, artisti është si qelçi. Po ta thyesh, nuk e di ai gjithë dot. Dhe në të kuptim, jemi gjithmonë në një përjetim në cilën gjykimi me vetveten është i pamjaft. Pse? Ëndra ndahet. Ëndra nuk tregohet, po ndahet. Pata një ëndër. Ishte thjesht një shkëndija, ku diun etj etj. Kështu që mbetet një situatë që përgjigja është gjithmonë një proces kërkimi. Tani unë dua t'ju pyes për letërsinë shqipe, sepse është besoj dhe fusha ju keni kontribuar më shumë me studimet tuaja, duke i nisur nga letërsia e vjetër shqipe. Ju keni shkruar për Pjetër Budin dhe do doja të mbeteshim pak këtu tek rëndësia e letërsisë hershme shqipe, shekujt 15-16. Me siguri që ka vlera estetike, ndonse shpeshherë në shkolla bëhet më tepër në emër të vlerave kombëtare të shkrimit për herë të parë në shqip. Nuk e di çfarë mund të shtojmë. Është temë që kam vite që dialogoj, disa më kuptojnë, disa nuk më dëgjojnë, disa bëjnë sikur s'më kuptojnë. Ajo është një periudhë mbi 150 vjeçare. Daton me sharin e Qon Buzukut, 1555, dhe vjen deri te do thosha te situata kur jemi në prag të fillimit të letësisë së rilindjes. Për mua ka një dimension që nuk e kemi vënë re. Ajo erdhi si pasojë e një betejë mes do thosha zyrtaritetit të fesë katolike dhe protestanizmit. Luteri shpalli reformacionin, i cili kërkonte që të shkojmë te libri dhe jo te ajo çfarë na thot frati, prifti e kështu me radhë, për shkuar te burimi. Dhe në të moment do thosha ka ndodhur një shpërthim i jashtëzakonshëm i energjive. Papati në atë periudhë mori gjithmonë për të frenuar reformacionin e Luterit, mori kundër reformacionit. Për mua është e diskutueshme që Buzuku është e reformacioni apo te kundër reformacioni. Do thonë nuk e ka marrë përgjigjen. Mos harrojmë që ai është monument, sepse zakonisht ne e quajmë monumente shumë çka. Po është monument për spari për arsyen sepse gjuhën e kthen në realitet të shkruar. Nga, e thot Çabej me të drejtë, nga mugullimat e kohës jemi te ekzistenca tashmë e shkrimit. Dhe është libër i ngulitur në kuptimin e strukturës gjuhësore, i ngulitur në alfabet, i ngulitur në situata që kanë bëjnë do thosha me shumë kumte, por është edhe nga ato situata që një profesor Anton Nik Berisha tani së fundmi ka botuar një libër dhe thot me mesharin fillon poezia shqipe. Jemi në disa hapa të hedhur për të vajtur tek kjo situatë. Pra, unë e shoh si një zgjatim i rilindjes evropiane,
e shoh të tillë, argumentet janë tjetër gjë. Zakonisht është parë si periudhë me vlera historike dhe me vlera gjuhësore. Vlerat historike pra na çojnë deri taj moment, ndonse ka element që mund shkohet dhe më tutje, por duhet pritur, duhet kërkuar, duhet hulumtuar, etj. Mirë po, në momentin që kemi një poezi të Budit me 3200 vargje në Shqip, si do të themi ne që pas ka vetëm vlera gjuhësore dhe historike, në momentin që kemi, do të thosha, një Frank Bardh me apologjinë e Skënderbeut, një vepër, do të thosha, reaguese ndaj, do të thosha, pretendimeve që Skënderbeut mos ishte arbër, sepse shqiptar është pak më e vonë, në momentin që kemi një fjalor, pra kemi leksikografi, pse kaq pavëmendshëm, shkojmë te një formulim i cili do të thotë e quajmë monument, por pa e shijuar, pa e zbërthyer. Ajo është një periudhë për mua e jashtëzakonshme që shumë çka ka dalë në dritë, por shumë çka ende nuk ka ardhur tajmë. Po them një fakt te Budi, unë gjej një tezë që është rimar nga rilindja. Ai thot mes të tjeras, thot e keqja arbërve botës arbërore do t'i vijë nga skizma dhe muhamedizma. Skizma është ortodoksia, sepse duke qenë prift që ka shërbyer gati 29 vite në Kosovë, e kishte ndjerë. Tani feja shqiptarit është shqiptaria rimeret, sepse më fal, unë kam parë që Budi ka rënë në duart e Sami Frashit, më do mendoj që edhe na jemi duhet ta ketë shfletu, sepse unë kam gjetë një pikë përkim, për shembull, Baktie dhe bujqësi ka një poezi Budi te rituali me 16 rroksh. E diskutojnë, në fakt ajo po ta numërtosh, është me 16 rrokë. Edhe në dyshim, por domethënë janë disa piketa gjuhësore, disa piketa letrare, disa piketa leksikografike, pa harruar këtu çet me profetëve, që padyshim është përgatitje për të hyrë gjuha, letërsia, mendimi në një rrafsh tjetër drejt modernitetit. Në të kuptim, gjithë këto dimensione që unë shpesh kur i them ndeshem te një moment që duket sikur po tregoj një prallë apo një legjendë, në fakt është realitet. Është realitet autorësh, por dhe fati tragjik. Fati tragjik sepse secili prej tyre ka një fund të tmerrshëm. Për shembull, Bogdanin e kanë zhvarros. Budin e kanë mbyt në lumin ndrin. Fati i Bardhit nuk dihet. Pra, ata bën shumë çka dhe lanë veprat e tyre, por njëkohësisht ishin dhe martir të fjalës, martir të gjuhës, martir të besimit, sepse kisha nuk ishte institucion, do thosha, thjesht vetëm fetar, ishte dhe institucion edukimi, shkollimi, etj. Dhe përtrimje, sepse në momentin që një vlerë shpirtërore bashkëlidh adresën e mendjes dhe të shpirtit, ndikimi është edhe, nuk e di, unë e kam pas shumë problem kur kam shkruajtur diçka te libri, unë titullova jo rastisht Poetika Budit, sepse nuk e quanin poet, kur thua poetika do thotë jemi në një situatë pak më serioze. Nuk do ta shohësh, po është aty. Dhe aty më është dasht të gjej të justifikoj një situatë që ka të bëjë pikërisht Budi ka poezinë e këngëtume, që do të thotë në ceremoniale komunikohesh edhe me tekst proz, por edhe e këngëtume. Dhe nga jo situatë, biles po merrem te periudhë me lahutën e Malësisë, të Fishtës, pa e këngëtu ose ta dëgjosh në lahut, ose me vete nuk hy do të marrëdhënie. Pse? Poezia dikur ishte këngë. Poezia dikur ishte me melodi. Natyrisht procesi i përpunimit është i pranueshëm, po nëse ti do lexosh Budin, duhet ta lexosh në atë kontekst. Po e lexove në kontekstin e hip-hopit, nuk hy do të marrëdhënie. Do të thonë jemi në një moment që ndaj asaj periudhe ka një zbërthim të vlerave gjuhësore,
ka një përcaktim të vlerave, do të thosha, historike, ka një epërsi studimtaria letrare e Kosovës, e Prishtinës, sepse kanë hyrë prej kohësh në zbërthimin të shenjave estetike. Padyshim, unë mendoj që është jo thjesht fillimi, është një realitet poezie, është një realitet proze, për shembull, kam konstatuar që Budi ka 171 faqe prozë. Tani, do të jemi të original, do të jemi kaq të shkujdesur, kaq të pavëmendshëm që aty ku na çojnë fillimet, ne të mos i hipotekojmë, mos i bëjmë pjesë të komunikimit me vetveten dhe me të tjerët, sepse ka një situatë, unë kam pas një moment në 95-ën, kam rastis në Kopenhagen dhe çuditërisht në bibliotekën në Kopenhagenit si relike ishin veprat e Budit dhe të Bardit. Dhe nuk mund t'i prekje. Dhe të them drejtën, unë kur unë ndesha në atë situatë të një përkujdesje të përsosur, sepse e kanë njohur mjediset, e kanë njohur, dhe madje nuk e kanë njohur thjesht si poet, as thjesht vetëm si prift. E ka njohur edhe si aktivist, ka qenë Budi, ka qenë nënkryetar, do thosha në kuvendin e 1614-s, ku bashkoheshin ballkanasit kundër osmanëve. Dhe madje ka shkuar dhe ka kërkuar ndihmë armë në Spanjë, në Gali, në Poloni dhe vjen shumë i dëshpëruar. Pra, nuk ishte thjesht bari shpirtëror. Nuk ishte thjesht këngëtar poezie, nuk ishte thjesht ai njeriu që çfarë ndodh, se jo rasist e mbytën. Nuk ndodhi asgjë rasist. Dhe në te kuptim, jo për hir të këtij momenti, po për hir të gjërave që janë të shkruara. Janë 4 libra të Budit, që unë i kam rilexuar disa herë dhe kam kuptuar që në fakt jemi shumë larg asaj mendësie. Pse? Po them një fakt. Budi shkruante në latinisht. Budi shkruante në italisht. Budi shkruante në serbisht. Budi shkruante në shqip. Pra, nëse do të bëjmë atë poliedrikun, siç e kemi shumë qef në bashkohorët, e kishte këtë dimension, por nuk është ky dimension kryesori. Kryesori është. Ai thot për librin, thot, ndorë merrni e këndoni. Ju që dini me dëgjuam, me kënduam, vini vesh e dëgjoni ju që dini me dëgjuam. Etj. Do më thonë, jemi në inspirim bariu shpirtëror, atëtari dhe poeti. Këto 3 dimensione i gjejmë të rimarat e fishta. Madje, mua më rezulton që shumë çka, qoftë të rrokshi, tipik etj. Sepse atëherë kur s'kishim mundësi komunikimi, e gjenin mundësinë atë. Ne jemi shumë afër, por nuk komunikojmë. Kur ishin larg ata komunikonin, ne gjenim mënyrën, shkonte fjala etj. Fjala merrte uhudhën e shkonte deri atje ku nuk ta mërmenje. Por mendoj që ajo sa është bërë duhet përshëndetur. Ka shumë çka që të bindim veten. Kemi të bëjmë me poezi, kemi të bëjmë me prozë, kemi të bëjmë me shkencë historiografike, kemi të bëjmë me leksikografi, pra kemi një periudhë jo thjesht fillimtare, një periudhë që për mua është zgjatim i rilindjes evropiane. Folëm për letërsinë pa shtet, do të thotë për letrarët, për intelektualët, arber ose shqiptar, sigurisht përpara themelimit të shtetit shqiptar. Nuk e them pa qëllim këtë gjë, sepse ka teoricien të nacionalizmit që bëjnë një ndarje në Evropë. Thonë, shtetet e vjetra janë ato shtete ku shteti ka paraprir kombit. Edhe një farë kuptimi e ka formuar kombin, rasti Francës apo i Anglisë. Ndërkohë që nga Evropën qendrore, lindore apo jugore ku jemi dhe ne është kombi që i paraprin shtetit, edhe pastaj janë intelektualët që nga letërsia e vjetër shqipe të rilindja kombëtare që s'mund të ishin vetëm letrar, s'mund të ishin vetëm shkrimtar. Një farë kuptimi do ishin edhe edukator, do ishin edhe politikan, do ishin shumë çka tjetër. Gjithsesi, unë dua tani të shkojmë tek letërsia moderne shqipe, sepse ka bërë shumë përshtypje një
analizë juaja kur e quanit migjenin bashkosin ton. Mua në fakt gjithmonë më zhdukur ashtu, po s'kam ditur nuk kam ditur ta shpjegoj. Sigurisht mund tentoj një shpjegim përcip temat që ai trajton. Shqipëria e para 100 viteve ka disa aspekte që vazhdojnë edhe sot, varfëria, pabarazit ekstreme, pasuria e skajshme përballë varfërisë së skajshme. Mua nganjëherë dhe kur më duhet mbaj në një fjalim e citoj shpesh Migjenin, por nuk shkoj dot për te i kësaj, kështu që do doja të pyesja, çfarë e bën Migjenin bashkosin ton? Shkoni, Migjeni tek veprat e tij, tek jeta e tij, ka fatin personal, por dhe fatin e kohës, fatin e shoqërisë shqiptare. Mendoj, unë jam përpjek të ja jap një lloj përgjigje në 2011 me një libër, Migjenin pakkosi. Po ta kërkojmë vetëm në një dimension, nuk e marrim dot përgjigjen. Po ta kërkojmë në atë që quhet, do të thosha që me të drejtë arshipipa dikur dhe mendoj përgjigjen më saktë ka dhënë ai sa i përket zbërthimit. Është poet i perëndimit, thot. Jo perëndimit si nocion politik apo gjeografik, i perëndimit si mendësi. Migjeni është aktual bashkos, jo thjesht në tematik, por në ritmin e rebelimit, në ritmin e revoltës, në ritmin e dëshmimit të vërtetës, asaj që në përgjithësi shumë kush nuk e sheh dhe bën sikur nuk e sheh, Migjeni hidhet në zjarr. Hidhet në zjarr në poezi, sidomos, ku unë mendoj që varjet e lira më tepër se sa dëshmim i asaj kohe, është dëshmim i ekzistencës së qenies njerëzore për te kohës së vet. Do të thonë, pak dritë thoshte ai, edhe tani pak dritë duhet. Misër thoshte atëherë, edhe tani misër duhet. Pra, me sa duket fuqia e fjalës migjeniane është e tillë që pavarësisht se u munduan ta përdorin për shumë kohë për ta paraqitur vetëm në një modelim, pavarësisht se pas 90-s shkuan deri te guximi për ta hequr nga programi, kam debatuar dikur etj. Migjeni në 45 poezi unë nuk e gjej të fjetur. Domethënë, prisha gjumësia e tij, fluturimi drejt ekzistenciales, drejt universales, jo thjesht si fat personal, por shumë më tepër se sa kaq, e bën që sa po të ndeshësh e ndjen se është vulkan, e ndjen se është zjarr. Domethënë, mund të lexosh këdo dhe të mos reagosh. Para ti është e pamundur. Dhe kjo pamundësi lidhet, do të thosha, me atë raport të thënies troc të gjërave, por dhe me art, por dhe me fuqi fjale. Do të thotë këngët e rinis, këngët e pakëndume, këngët e perëndimit etj. Kemi të bëjmë me një sistem ku poezia është mjeti për të dëshmuar këtë situatë, ku poezia është fryma për ta godit, do të thosha, atë lloj tradicionaliteti ku ne ndjeheshim thjesht patriot, por pa qenë njerëz. Dhe pikërisht ky dimension unë mendoj që ende nuk është i kaluar Migjeni. Dhe unë e them shpesh, edhe kam edhe te libri, dhe sa herë që unë kam mundësi, varjet e lira janë jo thjesht dëshmi e kapërcimit nga vargu i matur tradicional në vargun e lirë. Janë kapërcim epokal, le të themi, atë që bëri Dante me letërsinë italiane, Migjeni realizoi në poezinë shqipe. Nuk është mendim, do thosha, për ta mediatizuar. Është një lloj përfundimi, sepse pas Migjenit kanë shkruar poema etj, por nuk janë të kaluar. Nuk ka më poemë mirimi. Nuk ka më këngë të pakëndume. Sepse duket sikur ai ka shterë, ai ka
është arratisur në disa qej të ferrit shqiptar, që ne e prekim të sot e kësaj dite. Do më thonë, sklavëria, mjerimi, shkatërimi, do thosha, total, amoraliteti, është këm kryq dhe Migjeni nuk bën asgjë tjetër. Sa po ta lexojmë, ne shkojmë te imazhi. Është në një farë mënyre ku fjala e Migjenit është më shumë se sa fjalë, është imazh. Është më shumë se sa imazh, është densitet të menduari. Është më shumë se sa kaq. Pse? Ai nuk donte të dinte se ku binte pushteti. Nuk kishte lidhje. Pushteti i artit e te kalonte fuqinë e pushtetit. Dhe kjo është ajo që quhet të bësh art dhe të vësh në dyshim ekzistencën e gjithçka e tjetër. Migjeni ka vënë në dyshim dhe ekzistencën e vet. Duke vënë në dyshim edhe ekzistencën e vet, unë do të thoja që te Migjeni gjejmë formën, gjejmë përmbajtjen, gjejmë do të thosha socialitetin, gjejmë realizmin, gjejmë shpesh edhe niçanizmin, por jemi përballë një dukurie shpërthyese, nuk e duronte mediokriteti, nuk e duronte skemën, nuk e duronte krenarin boshe, do të thosha. Ishte dhe mbetet një nga promotorët e mendimit ndryshe, një nga promotorët e formës tjetër, e dëshmimit të shqetësimit qytetar, e dëshmimit të shqetësimit individual, e thënies së gjërave në kohën e duhur, në formën e duhur, në atë lloj reagimi ku do të thosha që shumë çka që është shkruar në kuptimin e formës për mua nuk e ka tejkaluar Migjenin. Për mua gjithmonë është drejta e një lloji subjektiviteti, jo si parapërqim, po si analizë metaforike, si analizë figuratishmërie, si analizë e një ritmi, sepse jemi në mungesë melodie, por ritmika e Migjenit është melodinë vetë që të zgjon edhe nga gjumi më i thellë i mundshëm. Kur unë kam qenë adoleshent në gjimnaz të Ismail Qemali këtu në Tiranë, kemi qenë një grup shokësh që e lexonim intensivisht Migjenin, e sidomos recitalin e Malsorit. Edhe them, kur në fund shekullit 20 ose fillim shekullit 21, Migjeni më fliste mua, një adoleshenti aso kohe, aq sa ende ka gjurmë ti tek unë, do të thotë që letërsia e tij ose poezia e tij te kalon kohën. E në këtë sens sigurisht që është bashkohor. Gjithsesi unë do të pyesja për diçka. Edhe ta lidh çikën me Kadaren. Kadaren mos gaboj nga fundi viteve 80 shkruan një hyrje për Migjenin, ardhele Migjenit letërsinë shqipe dhe vendos një kontrast fort me Fishtën. Pastaj Kaderia më vonë ka revizionuar një çik tezën e vet, po doja t'ju pyesja ju në këtë rast. Cili është raporti i Migjenit dhe Fishtës? A është papajtueshmëria e plot apo janë dy, si thua, gur të dy kohëve të ndryshme që sigurisht secili brenda botës së vet ka është sigurisht është i rëndësishëm. Spari do thoja që unë kam botuar një tekst ku unë e quaj uragani pa ndërprerje, sepse fjala nuk është si era, fjala shtekton vazhdimisht. Vënia përballë e dy modeleve të ndryshme shkrimore, e dy modeleve do thosha njerëzore të ndryshme, më shumë se sa kohës së Migjenit dhe të Fishtës i përket pas kohës. Pas koha çfarë bëri me Fishtën? E përzuri fillimisht nga Panteoni. Në 46-ën ka qenë në përzyrat lidhjeve të shkrimtarëve kështu poet kombëtar, Naim Frashi Fishta, në 46-ën Fishta me urdhër etj. Ata shkruajnë që të dy në lidhje me botën e qytetit të Shkodrës. Njëri shkruan me, do thosha, me një situatë të rimarrjes së shkëlqimit të dikurshëm. Migjeni shkruan në kundërvënie me nostalgjinë për realitetin e dikurshëm. Sepse të krahasosh dy dimensione që janë të ndryshme, le të themi. Për mua ka qenë, do thosha, një përgatitje, një lloj përdorimi jo fort normal i Migjenit për të godit Fishtën. Termi përdorim ndoshta nuk shkon, është shumë i diskutueshëm, por në këtë rast, meqense të dy ishin në atë botë, me ta të gjallët mund të bëjnë çfarë duan, sepse
ka një shprehje shumë të bukur Sartri. Qenë të gjallë, thot, kanë ndrojtët nga luanët e vdekur. Megjithatë, ne kemi vërtetuar që kemi një marrëdhënie tjetër, do thotë lëndojmë shumë çka. Mendoj që ka ardhur momenti që Migjenit mos largohet nga panteoni i letrave shqipe dhe Fishta të rikthehet në panteonin e letrave shqipe. Sepse mendoj që atë dimension që ka poezia moderne e Migjenit, atë dimension do të thosha të zbulimit të realitetit përqark të ekzistencës së qendrës shqiptare e ka lahut e malësisë. Pra, pse ta mendojmë letërsinë vetëm me një lule, apo me 2, apo me 3? Letërsia shqipe për mua, që e kam rilexuar tashmë, dhe është një mendim pak më i kalkulu, më i formësu, do të thosha, nga ajo dëshira jo për të mrekullu, po për të udhëtuar, do të thosha, në këtë kopsht, që ka shumë çka. Atë që ka Lahuta nuk e ka Migjeni. Atë që ka Migjeni mos ja kërkojmë Fishtës. Se jemi në 2 objekcione, në 2 mendësi, në 2, do të thosha, 2 marrëdhënie të cilat, sepse, më fal, rebelim ka dhe ajo poezia metamorfoze e Fishtës. Se ç'a bën ta? Morën dhe revizionuan vetëm një frazë. Ta marrë vesh gjithë bota mbar, Padorje Fishta nuk është më shqiptar. Unë aty kam dhënë një përgjigje para disa kohësh, para 20 vitesh, dilema hamletiane e Fishtës. Ai në fakt në poezi thot me qenë se shqiptarët u bën hajduta, u bën të paftyr, u bën kështu thot atëherë, pra është reagim. Po teknika e revizionimit merr vetëm frazën etj. Pra ata në gjallje në fakt unë nuk kam të dhëna se janë keq kuptuar. Madje ka një moment Koliqi, është Koliqi që e ka rizbuluar dhe e ka mbështetur. Janë ndesh dikur me Fishtën dhe e ka dëgjuar djali i ri, talentuar etj. Pra në gjallje ata nuk patën keq kuptim. Do të thosha, qenë të gjallë, tentuan i kafshuan luanët e vdekur, por edhe ky është një proces që ne do duhet të rizbulojmë të vetja aftësinë e paaftësisë për të qenë në marrëdhënie me secilën përvojë. Sepse unë mendoj që ngrehina shqiptare do të duhet menduar që në themel, tull mbas tulle, ose grimc mbas grimce, për të arritur që të ai momenti që në panteon nuk ka rëndësi, mund të jesh maj, po ajo situata e majës është çike diskutueshme në marrëdhënie me letërsinë. Si jenë maj në gjallje, po pastaj nuk dim. Do të thonë, nëse me Migjenin ndodhi një dukuri shumë e dhimbshme, do të thosha, pas viteve 90, sepse u munduan ta projektojnë thjesht si poet të revolucionit. Në fakt, ai është poet novator, është risi, është tjetër gjë. Ndërsa me Fishtën në gjallje, Lazgusha e quante patriark. Së vdekmi ndodhen ato që ndodhen, por unë mendoj që ka ardhur koha e largimit të çdo diskuri, të çdo mendimi që nuk ka të bëjë me letërsinë. Le t'i zbulojmë si tekste. Dhe si tekste, unë nuk mund të them, unë jam lexues i periodos bashkohore, por lexuesi profesionist duhet shkojë edhe më tan. Do të shkoj dhe të ajo pjesë, do të thosha që ne ndodhemi shpesh në një realitet që fillojmë dhe shpjegojmë vetëm duke i ditur fytyrën shkrimtarit apo thjesht titullin. Dhe kemi një guxim, do të thosha, të jashtëzakonshëm për të hyrë ndoshta edhe në nivele do të thosha të poetikave. Mes poetikës moderne të Migjenit dhe poetikës klasike të Fishtës ka vetëm një fill lidhës, është gjuha shqipe. Por njëkohësisht është dhe nuancimi i shenjave estetike të ndryshme në qasje, por që pasurojnë pentagramin e letërsisë shqipe në varësi të secilës dimension të prurjeve të teksteve. Më thatë pak më herët që jeni në prag të botimit një studimi për Petro Markon, edhe do doja të ndani me shikuesit tanë disa nga veçoritë e letërsisë Petro Markos.
Të drejtën, unë kam nga viti 2013 që merrem me veprën letrare të Petro Markos. Natyrisht ka një fat sepse Petro na ka ndihmuar sepse ka lënë dhe një libër autobiografik, Red dhe Gurët, dhe ka lecu jo pak që të mos me hartim biografie, ndonse autobiografia dhe biografia janë dy gjëra që duke afër po ndryshojnë. Mendoj që në raport me letërsinë shqipe, Petro Marko është figura e dytë e brezit viteve 30. Për mua është pas Migjenit për atë kohë. Sepse në atë kohë madje ka një situatë. Varjet e lira për herë të parë i ka përdorur Petro Marko në vitin 1934. Ka një poezi Vdekja lind. Është një metaforë, hajde ty, ta zbërthesh etj. Dhe në atë kohë ka botuar poezi, ka botuar tregime, ka botuar publicistik, dhe përveç Migjenit dhe Petro Markos është edhe Dimitër Shuteriqi që boton 2 libra me poezi, do thosha, moderne, të vargut të lirë. Çfarë ndodh? Migjeni ndron jetë për arsye shëndetësore. Petro Marko vazhdon të shtektoj, po ka një fat të çuditshëm. Në 36-ën, për arsye të revistës ABC, në numrin e 2 ndalohet nga monarkia dhe ndalohet revista, merret, do thosha, në ndjekje. Po në atë vit, duke qenë, do thosha, si ai shkëmbi që rri pranë dallgëve, dhe dallgët përplasen me te, herë e shkëpusin, hera i kthehet, ai shtekton dhe shkon në luftën e Spanjës. Dhe është Migjeni atë e quan ti, kjo është poema më e mirë që ke shkruajtur ti, thot, etj. Por çuditërisht të thuash që është pjesë e rëndësishme e brezit të shkrimtarëve të viteve 30 dhe të harrosh bashkësinë, nuk është normale. Pse? Në bashkësi Petro Marko na vjen me 13 romane. 4 romane i ka për fëmijë, 9 romane i ka letërsi shumë serioze, dhe madje unë do të thoja që me Petro Markon thellohen, konsolidohen ngjyresat moderne të romanit shqiptar. Them kështu sepse Hastravista, i botuar në 58-ën, është roman që aja ka dorëzuar në 55-ën, po si ja kanë botuar, është botuar fillimisht në 57-ën, te revista Nëntori, po me cungime, etj. Një roman që i kanë ngjarjet në Spanjë, dhe unë rrekem të mendoj dhe unë argumentoj që ky është një tekst, sa që përkon letërsisë shqipe fatit të gorit, aq është dhe i përkon letërsisë evropiane spanjolle, sepse ka të bëjë pikërisht me atë atmosferë. Ose romani Qyteti i fundit, në vitet 1960, që është pritur si fillimi i modernitetit në romanet shqiptare. Dhe ka një rrethan, do të thotë, nuk ka libër që nuk ja kanë cunguar, nuk ja kanë sakatuar. Prej një rrethane misore që kishte me Meçeun, i thotë, nuk po ma botojnë librin, ma kanë kthyer. Dhe i tret drejtorin, i thotë, po kësë më pyet, mua, thotë, jo, ty, thotë, botoja si që është. Është i vetmi libër që është botuar pa cungime, pa censurë. Them këtë gjë. Është kryevepër autorit, është guri themeltar i modernitetit të romanit shqiptar. Thot dikur Argolli, jo unë. Thot, po të mos ishe shkruajt Qyteti i fundit, generali nuk do të kishte atë dimension. Sepse letërsia është ritëm që shkon nga një stat në tjetrin e kështu me radhë. Padyshim, pjesë e këtij dimensioni, për mua është dhe nata e ustikës ose një natë e 2 agime, se ja kanë cungu, do të thonë, se 2 agime, agimi partisë, ishte ajo, do thotë, ndërhyrja deri në ato element. Edhe aty jemi në një mjedis në ustik, dhe për të hyrë pastaj në një situatë për mua
ka këto romane, po sidomos Hasta la Vista, ka marrëdhënie me jo pak tekstet e Hemingwayt. Qyteti i fundit ka marrëdhënie me tekstet e Hemingwayt, Remarkut, Nata e Ustikës, por ka dhe një Aran Mal. E kanë shpjeguar realizëm socialist. Çuditërisht, mua më rezulton që 24 kapituj janë eksistencializëm. Madje, jo për të justifiku këtë bindi që unë kisha, shfletova një roman të Laxness, është një shkrimtar islandez, të pamvarun është botuar si roman, dhe ka fituar çmim Nobel me këtë librin. 24 kapituj të Arës në mal janë fati i tokës, i pronarit, i marrëdhënies së njeriut me nderin, me tokën e me shumë çka. 11 kapitujt e tjerë janë realizëm socialist. Tani çfarë ndodh? Po të jemi kaq do të thosha të prerë që çfarë është botuar atëherë është vetëm realizëm socialist, nuk kemi në shqyrtim. Po të jemi në atë marrëdhënien që çfarë është shkruar atëherë është vetëm moderne, prap nuk kemi, sepse çfarë ndodh? Miqeni është bashkohor dhe modern. Ndërsa të jesh bashkohor, ajo modern është temë shumë e diskutueshme. Sepse modern është edhe Shakespeare. Absolutisht. Mirë po, luhet pak me këtë situatë. Dhe pastaj, çuditërisht, përveç burgosjes në Ustik, pëson në 47 në një burgosje në Shqipëri. Pra, çuditërisht, fati i shumë peripecive jetësore nuk e pamundsoi atë që të udhtonte në letërsi. Dhe të linte vepra të jashtëzakonshme. Dhe ka një moment që është mjaft domethënës në raport me letërsinë dhe me jetën e tij. Nëse në vitet 60 nuk e goditën, sepse nuk ishte konservatore, kishte pak botë. Kishte vjetuar shumë kohë në Greqi, kishte qenë në Spanjë, kishte qenë në Itali, kishte qenë në Francë etj. Në 73-shin e goditën si dekadent. Dhe e goditën ka një dramë, do të thosha, të jashtëzakonshme, Niku i Martingjinit, ngjarjet i vendos në kohën e Skënderbeu, po ka tingëllim aktuale të asaj kohe. Ka dhe një roman, Një emër në 4 rrugë, që çuditërisht kalojnë karton. U ndalua drama, u ndalua dhe teksti i poezisë së zgjedhur, po të 74-s, dhe ju hoqet drejt e botimit. Nuk e di çfarë mund t'i bësh një shkrimtari. Dhe në 75-ën i burgosën dhe të birin. Pra nuk di të ketë rast të dytë, të paktën në letërsinë shqipe, që ti kenë bërë gjithçka dhe ai të jetoj me ëndrrën e tij. Me ëndrrën e letërsisë, me ëndrrën e lirisë, unë të them drejtën, unë titullin librit ja kam vënë kështu, librit që jam marrë me tekstet e Petro Markos. Petro Markos, shkrimtari i lirisë. I lirisë personale, i lirisë sociale, i lirisë kombëtare, i lirisë njerëzore, i lirisë pa të cilën nuk mund të ekzistojë njeriu. Dhe është, do të thosha, pas 50 vjetësh, një qasje e një përpjekje për ta rikthyer në vëmendje veprën e Petro Markos. Ka bërë në 75-ën çuditërisht Ali Aliu një monografi, dhe është padyshim një nga gurët e themelit që e artikulon, po jo në Shqipëri. Shqipëri është parë si Deleuze, si me ngjolla në biografi etj. Por në fakt, a di çfarë më shqetëson mua? Mua më shqetëson fakti që kur do të çlirohemi nga makthi që të kemi shkrimtar tepër apo shkrimtar mangut. Kur do të çlirohemi nga fakti që, shkrimtari mund të jetë dhe armik, po teksti s'është armik. Teksti është, nuk e di, unë bëj pikpamjen, çdo libër duhet parë në dimensionin e tekstit. Çfarë na thot teksti? Sepse teksti na çon te autori. Por thelbësore është ajo përvojë shkrimi, ajo mënyrë shkrimi, ajo magji shkrimi, le të themi. Dhe mendoj që është shumë dëshpëruese kur kam pyetur Ministrinë të Arsimit, nuk është në programet e shkollës, përmendet me 2 orë ndoshta në shkollë të lartë, por një poet
pas Migjenit, një prozator që dimensionoi letërsinë moderne, romanin modern shqiptar, një prozator i letërsisë për fëmijë, Shpella Piratëve, Fantazma dhe Plani 3+4, etj. Është, të thosha, sa prani kemi vlerat dhe sa vonohemi për ti prekur, për ti shijuar, le themi për ti zbuluar, sepse na bëjnë edhe më njerëz, na bëjnë më të lirë, na bëjnë qytetar. Më ka bërë përshtypje, edhe në rastin e Petromarkos, edhe në rastin e Kasen Tërbeshinës, për cilën do flasim tani. Dëshmia juaj se nuk janë më në tekstet e shkollimit të detyrueshëm. Unë mbaj mend kur kam qenë vetë në gjimnaz, në natën e ustikës e kishim pjesë për lexim dhe Odin von Walsenin e kishim pjesë letrare, leximi jashtë klase që atëherë vetë si duhet të bëj edhe një ese për të. Kam përshtypjen gjërat nuk kanë ndryshuar për mirë. Kanë ndryshuar për keq. Po pra, kanë ndryshuar për keq sepse të paktën kur kam qenë në gjimnaz ato ndodhni. Tani, Petromarkos sigurisht mund të jetë edhe modeli një intelektuali të angazhuar, intelektuali me pushë në dorë, absolutisht. E thot me drejt migjeni atë. Por më fal, internacionalist perëndimor. Pikërisht. Nuk ka, sepse më fal, nuk ka qenë asnjë ditë antar i Partisë Komuniste apo të Partisë Punës së Shqipërisë. Ka qenë antar i Partisë Spanjolle, italiane, franceze. Në fakt, ka, le themin thojza, një lloj faj la me kodra. Sepse i tha mosynë të partisë është terroriste. Ai e dëgjoi, nuk e di, por nuk e pranuar, me sa duket. Ishte rebel, ishte, do të thonë, njeri i lirë, nuk mundet njeriu lirë të hyjë dhe të pranoj kafaze, do të thosha, dogmatike. E them me bindje këtë në kuptimin e fatit të jetës atij, jo se po shpjegoj. Një tjetër shembull i njeriu shumë të angazhuar, që pastaj mund të jetë intelektuali i angazhuar, ka qenë Kasen Tërbeshina, i cili ka nisi partizan apo jo, ka qenë partizan gjatë luftës së dytë botërore. Shkrimtar, unë mbaj mend që po në letërsinë e kohës time shkollore, ne lexonim promemorien që ai kishte dërguar Enver Hoxhës. Apo jo, do të thënë kam lexuar diku pasaj që vjen dhe ndryshime ekzistenca e tij si tekst apo jo, ose fakti nëse Enver Hoxha e ka lexuar apo jo. Mirë, ajo promemore ka qenë, më vërtet ka bërë shumë përshtypje për guximin intelektual, që ai kundër vije i letërsisë realizmit socialist, madje e quante Enver Hoxhën një Luiz të 14. Absolutisht. Shko, teksti vetë është i jashtëzakonshëm. Kur është shkruar? Tani, për mua ka disa mundësi. Dhe them drejtën, unë nuk e kam parë si gjykim për ta verifiku, për një arsye të thjeshtë, sepse kur kam botuar librin Tërbeshina Icebergu i letrave shqipe, unë e kam marrë nga antologjia Maja Celun, që është botuar në 93-shin, por duke i marrë leje autorit, ta përfshi apo jo. Çfarë ndodh? Ndodh kjo gjë që vihet në dyshim. Mirë po, vjen ndryshim pa bërë verifikime në arkivat shqiptare, sidomos në arkivin e Komitetit Qendror, por se çfarë ka mbetur atje, hajta. Dhe mendoj, jemi në një situatë që promemoria përdoret për dy arsye. Për ta sulmuar që është shkruar më vonë, por edhe njëkohësisht për të lënë në hije krijimtarinë e tij. Ka mbi 250 tekste letrare, mbi 30 romane, mbi 15 vëllime me poezi, mbi, do të thosha, 83 tekste dramatike. Mendoj që do duhet dhënë një përgjigje përfundimtare, verifikuese në arkiva, se kur është shkruar. Por, unë me bindjen time, duke e njoh jetën, duke e njoh veprën, unë do të thoja që me jetën e tij, edhe sikur të mos a kishte shkruar, e ka lënë gjurmën. Po them 2 episode. Njërin e përmend Agim Vinca. Kur ka qenë në Peterburg për aktor, është një situatë që është e shkruar nga Agim Vinca, profesori, dhe thot protestoi ç'lidhje ka Marksi, Engelsi, Lenini dhe Stalini me teatrin, e përjashtuar nga shkolla. Dhe i gjithë grupi
në protest largohet nga shkolla dhe detyrohen e kthejnë dhe i heqin ata nga programi. Dhe këtu jemi në një gest, do të thosha që është shumë qytetar. E para, e dyta, kur ka dalë një libër çlirimtarët i Shuteriqit, tregojnë mes tjeras që ka qenë i pari që ka bërë një lloj humori, sepse nuk të bën detyra shkrimtar. Shuteriqi mbahet mend për prozën, mbahet mend për studimet, mbahet mend për shumë çka, por romani çlirimtarët, pavarësisht fanfarave, nuk është se lanë e gjurmë, ndërsa Kënga shqiptare e Tërbeshinës, që ka 5 vëllime, që ka 1754 faqe, është vepër që unë e krahasoj me Lahutën. Njëra është monumenti poetik më i lartë i poezisë advetare, tjetra është vepra që konfirmon ekzistencën e romanit epope, se shumë kush ka dashur ta marrë këtë. Pra, jemi në një situatë, po flas shumë hapur, unë do të thoja që për mua tërë jeta e tij e ka frymën e asaj letre. Përgjigja përfundimtare do të duhet dhënë me verifikim në arkiva. Por unë mendoj që për të shkuar te Tërbeshina, ajo letër nuk duhet të kthehet në një flet vizit për ta ndaluar apo për ta penguar. Sepse dëshpërimisht unë do thoja, ende sot e kësaj dite, 50% e teksteve të Tërbeshinës nuk janë botu. Pjesa e botuar, as 30% nuk është lexu. Pjesa e lexuar, as 10% e tyre nuk është pranu. Pse? Nuk jemi gati për të pranuar të ndryshmin, për të pranuar tjetrin. Se çfarë ndodh? Ai vërtet ishte pjesë e kohës, do të thosha, luftës, besonte shumë në komunizëm, për shkak të kundërvënieve, për shkak të burgosjeve. Ai nuk është se ndroi ai stacionin. Ai në letërsi iku nga realizmi socialist, shkoi te surrealizmi. E shpjegon, do të thosha, Robert Elsie, dhe unë mendoj që vepra e tij ëndërrore ka të bëjë me realitetin, po përthyrja personale, imagjinare është kaq e theksuar sa realiteti është tjetër gjë. Pra, Tërbeshina është nga ato situata që, do thosha, rebelizmi i tij shkoi deri në sakrifikim, mirë po, vepra letrare e tij detyrimisht është pjesë e letërsisë bashkohore shqipe. Pa të, letërsia nuk do të kishte shumë ngjyrësinë, shumë kuptimsinë, do thosha, hartografin e përbër nga shumë element. Në këtë kuptim, unë do të thoja, e kam thënë publikisht, Tërbeshina është në pritje të lexuesit model, të lexuesit që nuk merret me biografinë vrau, preu, bëri, ktheu etj, sepse dëshpërimisht kam konstatuar që nëse në shumë çka ne shohim nga Vrima Çelësit, sidomos shkrimtarët e kemi parë nga Vrima Çelësit. Dhe çfarë ka bërë kjo? Të merresh me biografinë e tij dhe të harrosh tekstin. Dhe ajo është në fakt, unë në 2016 më ka qenë një situatë, po diskutohej si ta shpallim viti Kadaresa, ishte shpall dhe 7 vjetori, e shpallën prap viti Kadares, dhe unë bëj një shkrim për pse të mos e shpallim viti i Tërbeshinës. S'paku për të vërtetuar që kemi filluar të mendojmë të jemi të lirë. Unë e botova shkrimin. Unë nuk e botova për ta ndryshuar botën. Unë u shpreha. Dhe u shpreha gjithmonë në këtë situatë, jo për t'i kthyer borxhin, nuk s'kisha mundësi, asja kisha bërë unë, por për të kuptuar që po ta gjykosh si njeri, ke gjithë drejtën, jep drejt vetes të mos shkosh te teksti. Hajde shkojmë te teksti. Sepse janë 83 drama. Dhe është një realitet, do të thosha, letrar i tillë që nuk e di, s'mjafton një jetë për ta lexuar, jo më për ta kodifikuar. Megjithatë, unë në 2005 kam dhënë një kontribut, sado modest, le të themi, Tërbeshina, icebergu i letrave shqipe. Dhe ku di unë e gjej para ca kosh, kishte bërë njëri temë
Tërbeshina, ku e more këtë idër? Të libriot, po citohe më tjartë. Citohe sepse, për shumë, po të pyesun ty, pse e quan iceberg? Ti nuk e di. Sepse, nuk se kam vendos për fjalë të bukurët. Pra, unë mendoj që Tërbeshina është aty, me tekstet e tij, shumë çka që u vu në dyshim me jetën, fakti që ai u pre në tokën shqiptare, unë kam një koncept, vdekja është ka pak floriri, për mirë apo për keq. Hajde diskutojmë për veprën. Nuk them ta përqejmë, ta lexojmë. Nuk them ta pranojmë, ta lexojmë. Duke lexuar, ndoshta nuk do të kemi shans të merremi shumë me paragjykimet. E kujdo, po sidomos Tërbeshinës, sepse ai pati një fat shumë të mbrapsht. Unik, do të thoja. U mbyll në kullën e Fildisht. Nuk është se u vetë mbyll. Pastaj u vetë mbyll. Se ndodhi procesi i kthimit, por kishte kaluar aq shumë kohë. Do të thonë, është si ai eksperimenti që bëjmë, do të thosha, me vetveten shpesh, që provojmë çdo të bëj unë të rri një natë pa gjumë. Nuk jenë në rregull nesër. Çdo të bëj unë të shkoj të rri, jetoj mes pyllit etj. Por në fund fare Tërbeshina është një emër që i bën der letërsisë shqipe. E ka thënë Martin Camaj, kur Rastisa, janë parë nga 91-shi, kur Rastisa u takova, u gëzova që letërsia shqipe ka një romancier, ka një shkrimtar si Tërbeshina. Në qoftë se bota të ndryshmit i vendos në ekuilibër, në shumë gjurësinë e tij, ne kemi një marrëdhënie, njërin të madh, tjetrin të vogël, tjetrin pa vlerë, etj. Jo. Autorët në gjallje nuk u morën vesh. Tekstet edhe në gjallje dhe jo në gjallje, tekstet do të duhen lexuar. Pasi ti lexojmë, ne kemi shansin edhe të braktisim mentalitetin përjashtues, por kemi shansin njëkohësisht edhe të kuptojmë çfarë ndodh me letërsinë, me shpirtin e letërsisë. Sepse të them drejtën, është shumë nga këto të jetës së tyre, të veprës së tyre, sidomos, sepse unë mendoj që është teksti edhe identikiti, është teksti edhe karta identitare, edhe pasaporta që shkon te lexuesi. Biografia është histori jetëshkrimi që duhet ta bëjnë institucionet. Teksti është për të gjithë lexuesit. Por, varësisht impenjimeve, për disa është në qëllim kënaqësie, për disa është për studim e kështu me radhë. Sepse ne shpesh mendojmë se gjërat i dim. Unë mendoj që ajo që ne dim përballë asaj që kemi përballë është shumë e vogël. Është shumë e vogël edhe kur them kështu, sepse mua vazhdimisht më ka shqetësuar ideja që ne kemi të mëdhej, po nuk e dim ku bie letërsia, letrarja. Letrarja, ajo ndjesia krejt e veçantë që na bën të arratisemi në ëndrrën e shkrimtarit. Na bën që të mos jemi vetëm. Domethënë vetmia e shkrimtarit ne na shoqëron në një udhtim krejt shpirtëror dhe nuk shumë çka që ndodh duket sikur jemi në një ëndër të bukur që e ndau shkrimtari me ne. Dhe Tërbeshina apo Migjeni apo Pashku apo Camaj apo Kadareja etj. Në moskuptimet e tyre njerëzore s'kan bëjnë me tekstet e tyre. Tekstet e tyre janë hipotekë e kulturës shqipe, e letërsisë shqipe, e ati që quhet monumenti i letërsisë shqipe i projektuar në secilën ngjyrë të secilit shkrimtar. Ku asnjëri nuk ka thënë fjalën e fundit dhe askush nuk ka sesi të mjaftohet me një autor apo me 2 apo me 3. Letërsia shqipe është mozaik. Si mozaik i tillë, them drejtën, unë e shoh shpesh edhe në një situatë, letërsi në hije, letërsi në dritë. Letërsi në hije është ajo që ne nuk e kemi prekur. Dhe jo rastisht kam shkuar te Budi, jo rastisht kam shkuar te Tërbeshina,
jo rasisht kam shkuar te Martin Samaj, por domosdoshmërisht kam shkuar te Kadareja i lexuar. Sepse letërsia është në gjuhën shqipe. Sepse letërsia është shpirti ynë me dështimet dhe me të mbërrimet. Por në fund fare, jemi në marrëdhënie me vetveten. Dhe për herë të parë jemi në këtë pasqyrë të përthyer të letërsisë. Dhe kjo pasqyrë na mundëson të çlirohemi nga makthet e genialitetit panevojshëm, të çlirohemi nga egoizmi, do të thosha njerëzor, për të qenë në maj. Teksti shkon te lexuesi, jo pse është maj. Teksti shkon te lexuesi sepse lexuesi ka nevojë për të. Dua t'ju bëj një pyetje të fundit, sepse ju përtej shkrimtarit, studiuesit, jeni edhe intelektual publik, domethënë, mbani qëndrime të rëndësishme, të forta, edhe dua t'ju pyes për rolin e intelektualit në Shqipërinë e sotme. A jep ky intelektual përtej fushës tij të ngushtë kompetencës atë mesazh emancipues, kritik? A është intelektuali shqiptar sot ky bartës një të vërtete që mund t'i thuhet dhe në fytyrë pushtetit, për të qenë ndoshta personifikimi i guximit edhe zëri atyre që nuk kanë mundësi të kenë zë në jetën publike? Mendoj, termi intelektual është term shumë i madh. Shpesh është barazuar me atë që ka marrë diplomë. Në fakt, është punë e pastër e mendjes. Duke qenë punë e tillë, unë do të thoja që ne në fakt jemi në një realitet të gjithë flasim dhe askush s'dëgjon. Dhe në këtë shkret të tir, ndodh kjo gjë. Thuaj çfarë duash, e merr, e përpunon propaganda, media dhe shoqëria e trembur, dhe shoqëria e traumatizuar. Dhe duket term shumë i madh, ku është intelektuali? Intelektuali mendoj që gjendet në punët e tilla intelektuale. Zëshmimi i tij tashmë nuk ka kohë të dëgjoj as qeveria, do më falësh për mendimin, as partit. Dëgjojnë marrëdhënie të tjera. Intelektuali është idealiteti. Po çfarë mund të artikulosh përballë babëzisë së pronozimit të gjithçkaje, përballë babëzisë së skllavërimit të gjithçkaje, dhe sidomos përballë një fakti që tashmë propaganda jo mendimin intelektual, po edhe mendimin më latent e mbyt me fasadë. Megjithatë, unë mendoj që krahasimisht me para 90-ën, kur kishte artikulime, natyrisht, atëherë shkoje diku tjetër. Tani të ndodhin gjëra të tjera, por pothuajse është rrudhur. Kam bërë në vitet 90 një tekst. Shkrimtarët po ikin në politikë. Dhe çfarë po ndodh? Në fund fare merr dhe modelon në nevojë tjetër. Kjo nuk do të thotë se ai nuk ka të drejtë të shkojë. Por kjo do të thotë që a e bart dot këtë rebelizëm, këtë dëshirë për liri, për ta përcjellë aty, apo rrudhet. Mua më ka rezultuar që shumë kanë ndodhur që kanë hyrë, do të thosha, në nevoja jetike. Pra, koha është e intelektualëve, por intelektualët sa vjen dhe nuk e zëshmojnë atë që mendojnë. Dhe shpesh them kështu. A duhet thonë po? Kur s'ke mundësi ta thuash, mendoje s'paku. Druaj se po hiqet dorë nga mendimi. Kjo është gjë më e frikshme. Të gjithë e dim se po shpopullohet Shqipëria. Të gjithë jemi fajtor. Kur them kështu, e nisë nga vatra e familjes, edhe më tutje. Dhe të gjithë mjaftohemi me një parullë. Po shpopullohet Shqipëria. Askush nuk ka fuqinë të artikuloj si ndalet kjo murtaj, se është murtaj në fakt. Është shumë e arsyeshme ajo që ndodhi në kohën e Skënderbeut. Është shumë e arsyeshme, le të themi, në kontekstin e asaj kohe.
Tani është prirja për të shkuar në një vend më të mirë. Po pse të mos bëjmë më të mirë këtë vend ku jemi? Etj. Pra, nga që nuk mendojmë, nuk artikulojmë. Nga që nuk artikulojmë, duket sikur çdo gjë është e zezë, ose duket sikur çdo gjë është e bardhë, sepse jemi para dy pasyrash, bardhë dhe zi. Në këto dy pasyra, unë nuk e di se në cilën ka dëshirë njeriu të shihet çdo ditë. Jeta ka dimensione të shumë ngjyrta. A ke mundësi individualisht? Ndoshta po. A ke mundësi që këtë përvojë individuale ta ndash? Po në fund fare. Intelektuali i shkencës, intelektuali i letërsisë, intelektuali i veprave të tjera, shoqërore, e dëshmon me kontribut mendimi, kush ka kohë të lexojë. Sepse unë shpesh them, unë shkruaj, ti shkruan, ai ajo, askush nuk lexon. Dhe ky është një moment që mua më trondit. Ëndra e çdo intelektuali në gjykimin tim është që në një moment të jetë Emil Zolaja që shkruan Zhakuzën dhe që gjithë shoqëria të tronditet edhe të ndahet të dysh edhe të bëhet prok një teze emancipuese që hedh intelektuali apo kundër. Po çfarë bëre unë, nëse ma lejon? Dhe dua të përcjell në fakt idenë, e thën pak me ironi nga një filozof bashkohor sloven, Slavoj Žižek. Ai thoshte që regjimet totalitare, një farë kuptimi, i nderojnë intelektualët, poetët, shkrimtarët duke i persekutuar, sepse persekutimi kupton që ja ke frikën mesazhit, sepse mesazhi është potencialisht aq i fuqishëm sa që ti je detyruar ta burgosësh, ta lësh pa punë, nganjëherë ta vrasësh. Në shoqëritë e sotme, të një lloj lirie, themi, publiku është fragmentuar aq shumë, edhe është çinteresuar aq shumë, saqë askush nuk t'jep pas dinjitetin për të të persekutuar, nëse thua diçka. Dhe kjo sikur gajerë sikur më duket më e rëndë. Kam pas me 28 maj 2016 një tekst i dashur kriminal. Atë ditë ka pas 100.000 klikime. Dhe nuk do them emra. Dhe një përfaqësues i PS-s, sa mirë ka bërë atyre. Mas part një përfaqësues i PD-s. Sa mirë ka bërë atyre. Pra, secili çliron veten, le të jetë kryemëkatar, nuk e sheh veten si till. Pse? Nuk është reflektim. Nuk është sens kritike. Nuk është, do thosha, raportim me përgjegjësi, me ndërgjegjje. Është raportim në emër të xhepit, në emër të famës, në emër, do thosha, të sundimit, sepse gjithkund do thosha merret përsipër për të shërby. Ne, them drejtën, unë i shoh kështu si marrëdhënie më shumë prej sundimtari. Pra, na sundojnë me dëshirën tonë, sepse liria nuk është një paketë që ta dhuron dikush. Liria është një betejë e përditshme. Nëse vjen i lirë, pse hyn në skllavëri? Ose e kupton që je në skllavëri dhe prap thua, as e rregullohet vetë. Jo, asgjë nuk rregullohet vetë. Te kuptimin do të thoja që mbetet një proces. Në atë moment që partit do të pranojnë mendimin ndryshe, në atë moment qytetari mund të fillojë të artikulojë gjëra të tjera. Sepse modestisht mendoj që ne kemi hyrë në pluralizëm politik pa pranuar mendimin ndryshe. Dhe kjo është ajo vonesa e fazës në të cilën çfarë ndodh? E projektojmë liderin edhe duke qenë fiktiv. Edhe duke qenë të bindur që nuk po na pyet fare, ne nuk ekzistojmë. Ne jemi vetëm njësh, nuk ka as dysh as tresh. Dhe këtu nuk e di. Ne këtë podcast e kemi nisur rreth 9 muaj përpara. Dhe unë kam pas vërtet fatin që të ftoj her pas here intelektual të shquar shqiptar. Dhe nga që mendoj se kemi nevojë të mësojmë, unë i pari kam nevojë të mësoj. Unë në këtë podcast e vendos veten në rolin e një pyetësi të thjeshtë dhe një dëgjuesi të vëmendshëm, sepse edhe duam të mësojmë, po edhe duam të japim një shembull se si mund të bëhet politikë ndryshe, ku ai që ka një pozitë politike nuk flet 99% kohës dhe nuk pret duartrokitje, por dëgjon dhe përpiqet të mësojë. Kështu unë të falenderoj shumë që erdhe në podcastin ton, edhe zhvilluam bashkë, besoj një bisedë që për mua ishte patjetër interesante, por besoj që ka për të qenë interesante edhe për dëgjuesit tanë. Faleminderit. Falenderoj.